Festimi i Pashkëve për besimtarët e Krishterë shoqërohet edhe me dekorimin e vezëve, një simbolikë e hershme që mjaft familje edhe në Shkodër e praktikojnë me kënaqësinë më të madhe. Nga traditat e hershme, sot mundësitë dhe aftësitë për të dekoruar vezët janë shtuar dhe moderatorja e TV1 Channel, Noela Saraçi, tregon edhe pasionin e saj për realizimin e këtij procesi. Në mënyrë profesionale, po e quaj kështu, 5 vite, ky është viti i 5, ndërsa me lujën e vezëve gjithmonë. Që në vogëli. Me mamin. Mami është ajo e cila më ka frymëzuar, më ka dhënë këtë dëshirën për t'i zbukuruar pak më ndryshe. Dhe nga modelet e mrekullueshme të dekorimit të vezëve, në pjesën e dytë të emisionit do të udhtojmë sërish drejt Ragamit, një ndër fshatrat më të bukur në veriun e Shqipërisë, që para së gjithash, së fundmi po dallohet edhe për një tipar tjetër. Dikur të rinjt të morën rrugën e mërgimit për një jetë më të mirë, por gjetën kurajon të kthehen dhe të rinisin jetën e tyre në vendlindje duke u bërë dhe të suksesshëm. Kam i 14 vjeç në Greqi, ja kam bërë 7 herë rrugën kam. Ja arratisur kështu. Arratisur në përmale. Në përmale 14 vjeç. Të bë përshtypje tani në sfidë në jetë kur e ke kaluar 14 vjeç. Më intereson thjesht në mëllimin tjerët që se kanë provu. Mësoni më shumë duke na ndjekur të mërkurën datë 1 prill 2026, ora 21 në emisionin Pushës Shqiptarçe të TV1 Channel.